Një person ka vdekur si pasojë e një aksidenti në autostradën kilometrit 29 nga Vërmica. Në aksident kanë qenë të përfshirë një vetur dhe një kamion. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi policisë së Kosovës, Bajram Krasniqi. Ai ka thënë se 2 persona janë aksidentuar në aksidentin që ndodhej të mërkurën rreth orës 20:07 minuta. Në ora 20:27 minuta, policia është njoftuar për një aksident trafiku që kishte ndodhur në autostradë kilometri 29 nga Vërmica. Në aksident janë përfshirë 2 automjete, një kamion dhe një vetur. Në vendin e ngjarjes pas njësive policore janë thirrur edhe ekipat mjekësore. Si pasojë e aksidentit, sipas ekipit mjekësor, një person është pa shenja jete, kurse 2 të tjerë kanë pësuar lëndime dhe janë bartur për trajtim mjekësor, ka thënë ai. Familjarët e Sherif Hote, 38 vjeçarit që humbi jetën mbrëm në aksidentin tragjik në autostradën Ibrahim Rugova, kanë reaguar përmes një postimi në Facebook duke shprehur dhimbjen e madhe për humbjen e tij të hershme. Ata kanë bërë të ditur se i ndjeri do të varroset sot.